Vetëm 5 gjethe nga hithra në ditë i japin lam të mirë çdo sëmundje. Ja si t'i përdorni. Nuk ka ilaç natyral më të mirë se sa hithra. Hithra është e pasur me vitaminën A, vitaminën B2, vitaminën C, gjithashtu vitaminën D dhe K. Dhe përmban lëndë ushqyese të tilla si antioksidantët, aminoacidet dhe klorofili. Gjithashtu hithra është një nga burimet më të mira të kalciumit, hekurit, jodit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Manganit, gjithashtu edhe kaliumit, duke e shndruar atë në një prej bimëve më të veçanta ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse keni ndonjë problem me urinimin, gurët në veshka, probleme të kyçeve, hithra do ju ndihmojë shumë në këtë aspekt. Përveç kësaj, hithra ka veti të mira anti-inflamatore, të cilat mund të përdoren edhe në forma të ndryshme analgjezike, anti-reumatike, antivirusale dhe hipotensale. Kur mblidhen hithrat, sigurohuni që të mbani doreza në mënyrë që të mbroni lëkurën tuaj nga djegja. Pastaj prini majat e hithrave të reja me një thikë ose me gërshër. Vendosini hithrat e mbledhura në një shport të thurur. Nëse jeni djegur nga hithrat, kopshtarët sugjerojnë që ta aplikoni në lëkurën tuaj një pastë të bërë me sodë buke, gjithashtu dhe ujë. Pas disa minutash, dhimbja e shkaktuar nga reagimi i hithrave do të zhduket ndjeshëm. Përgatitja e kësaj recete në kushte shtëpie mund të japë rezultate fantastike në dobi të vlerave të shëndetit tuaj, duke lehtësuar komplikacionet e tij dhe duke siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Përgatitja nga ushqimi i hithrës mund të jetë i veçantë për shëndetin tuaj. Para se të përgatisni hithrën, duhet që të derdhni ujë të valet mbi të në mënyrë që të evitoni djegjen e tyre. Pastaj përgatisni më tej edhe recetën e dëshiruar. Këto janë disa ide të shkëlqyera se si të përdorni hithrën e re në mënyrë që të rifreskoni shëndetin tuaj dhe të përmirësoni gjithashtu edhe imunitetin tuaj në tërësi. Çaji i hithrës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin. Mënyra më e mirë që të bëni çajin e hithrës është të zhysni hithrat në një kavanoz me ujë të ngrohtë çdo mbrëmje. E lini të ftohen deri në mëngjes. Pastaj e vendosni kavanozin në frigorifer gjatë gjithë natës. Kulloni çajin dhe të nesërmen mund ta konsumoni sipas dëshirës suaj. Nëse dëshironi mund të shtoni edhe mjaltë për një shije më të veçantë. Hithra mund të përdoret gjithashtu edhe për shëndetin. Për të bërë vajin e hithrës, mbështini një kavanoz me gjethe të reja të hithrës dhe hidhni sipër tyre vaj ulliri ose edhe vaj kollkosi. Mbyllini kavanozin dhe e lini ashtu në një vend me diell. Shkundeni kavanozin çdo ditë, pastaj e lini në diell për 20 ditë të tjera. Para përdorimit, kulloni vajin dhe vendosini në lëkurë sipas nevojës, madje edhe disa herë në ditë. Hithra është një bimë praktike me shumë përfitime që mund të ndryshojë tërësisht mënyrën se si ju e përdorni atë. Ajo të përvelon që në prekjen e parë, po pavarësisht drithërimës është e pamundur që të heqësh dorë prej kësaj bime mjaft të veçantë që mund të japë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve tuaja. Në vendin tonë, përdorimet të shpeshta gjen edhe si mbushje e gatimeve të byrekut, por edhe e zjerë në sallata. Për hithrat janë përdorur ndërshekuj për të lehtësuar simptomat alergjive, veçanërisht atyre të shkaktuara nga poleni ose nga pluri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dini është se në luftën kundër alergjive, të gjitha ilaçet mund të shoqërohen gjithashtu edhe me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por mund të japë gjithashtu përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka, gjithashtu edhe sklerozës. Për më tepër, hithra është përdorur për të luftuar zbokthin, për të hequr yndyrnat e tepërta të flokëve dhe sot në Gjermani,
Hithra shitet si një bimë medicinale për problemet e prostatës. Ajo përdoret gjithashtu edhe në përgatitjen e shumë ilaçeve, kryesisht ato kundër inflamacioneve të ndryshme që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës përdoren kundër problemeve reumatizmale, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe problemeve të alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren si ilaç natyral për rrënjen e flokut, për ciklet femërore, gjithashtu edhe kundër problemeve të hemoroideve dhe ekzemës. Nëse vendosni hithra në gishtat tuaja ose në zonat tuaja të prekura nga artriti, mund të qetësohet shqetësimi juaj deri në 85%, citon Healthline. Siç mund ta keni kuptuar tashmë, përfitimet kryesore që vijnë nga hithra janë të shumta saqë vështirë të renditen të gjitha në këtë video. Sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni hithrat në dietën tuaj. Hithra është mjaft e mirë, prandaj mund të ndikojë pozitivisht në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Hithra mund të stimulojë kështu sistemin tuaj limfatik dhe mund të ndihmojë dukshëm në përmirësimin e imunitetit dhe mirëqenies suaj në mënyrë të ndjeshme. Përdorimet të tilla të kësaj bime mund të jenë fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra çliron gjithashtu edhe nga simptomat e artritit, lufton alergjin, është e mirë kundër problemeve të diabetit, jep forcë fetusit tek nëna shtatzana, çliron nga simptomat të ndryshme menstruale, ndihmon në periudhën e qumshtit dhe gjithashtu ndihmon edhe në përmirësimin e imunitetit. Për sa kohë ajo përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale, përfitimet që do të merrni nga hithra do të jenë fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Forca që do të merrni nga hithra do të jetë vërtet e çmuar edhe për shëndetin tuaj. Ajo është një zgjidhje e mirë kundër gurëve në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt. Do të ulë gjithashtu problemet e tensionit të lartë, ndihmon kundër problemeve të sistemit respirator, ndalon shqetësimet tuaja dhe gjithashtu përmirëson imunitetin tuaj në tërësi. Hithra zvogëlon edhe problemet e imunitetit, redukton riskun e prostatës, minimizon gjithashtu edhe të vjellat, minimizon gjithashtu edhe problemet që shkaktoni ftohti. Nëse përdoret me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja, hithra është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime dhe si e tillë mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përdoreni me kujdes këtë bimë të veçantë dhe do të ndihmoni gjithashtu kundër problemeve të Alzheimerit dhe problemeve të sistemit nervor. Hithra është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime kundër krimbave të zorrëve dhe parazitëve. Ajo mbron gjithashtu edhe shëndetin tuaj të tiroides dhe mund të jetë një përzgjedhje e veçantë në nxitjen e imunitetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdoreni hithrën si një bimë fantastike në dietat tuaja ditore. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime të mira për shëndetin e njeriut. Ajo është e pasur me nivele të larta të kalciumit, hekurit, kaliumit, fosforit, magnezit, zinkut, bakrit e të tjera. Ndaj përdoret edhe si një përzgjedhje mjaft e mirë për të nxitur shëndetin dhe për të lehtësuar kështu edhe komplikacionet e tij. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrave duke vluar gjethet e saj. Mund të shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetit ushqyese medicinale që do të merrni me përdorimin e hithrës në përditshmërinë e recetave tuaja. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike në dobi të vlerave të shëndetit edhe të lehtësoni komplikacionet. Hithra parandalon formimin e gurëve në veshka dhe ato të traktit tuaj urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror i cili lejon rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshkat dhe nga fshikza, duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka dhe duke lehtësuar edhe komplikacionet e shëndetit. Ekspertët tregojnë se
Përdorimet të tilla të hithrës janë një mënyrë fantastike për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe të evitoni komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj, ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.